Çka na këshillon neve shkollave të mesme? Ju vazhdojnë, ato që janë viti parë, viti ditë, inshallah dalën ato ditë trejnë e kështu me radhë. Pa e kri shkollën e mesme s'ban. Taj farzi i shekullit 21, shkollën e mesme me pas fars. Bile u ka bon fars edhe fakultetin me pas. Po njerëzit doktore janë bon, ne ende çka ju këshilloj më bon djem mirë. Mos mi moj si të ndjatën shmajt atje, se këtë dënjon se në rumbullakson. I shef gabimet, mundohu ti largosh me fjalë të mira, jo me zot. I shef të mirat, mundohu ti përforcosh, ti lavdrosh njerëzit se mirë e kanë, ama jo nërsi që ta gabojnë. Ama problemi më i madh që klasave teta edhe shkollave mesme që për gjumon, ato e kanë këtë problem që ikin prej shkollave, pastaj kanë probleme me profesorët në arsimtar, të është mirë shkollave mesme të organizohen dhe të kërkojnë nga drejtoria e përgjithshme e shkollave të mesme që ditën e gjumon, orën e 6-7 mos ta mbajni. Jo mos ta mbajni ta lini dhe tikni, po mos ta keni. Për shembull, të martën, nëse duhet 7 orë, 8 orë bajni, ama të gjumon, nëse i keni 6 orë, mi bon 5. Këtë, me janis tash unë, s'munda me dhonë fetva, valla hikni ditën e gjumon. Kjo nuk o mirë, po mos hikni, po dhe kjo së mirë. Qka të thamë, unë dikujt si pëlqet. Me thonë hikni për ore me njerë arsimtar, do gjo. Ma fetva ki dhanë, valla. Po me thonë mos hikni me njerë tritë, ne qka me bon? Shkoni mirë i vesh të tritë me arsimtar, të tjede regullini punë, mu mësën përzini këto tema. Unë mendoj që këshilla që do të më bon të moralshëm, ju tritë edhe trejat, në përshkollo do të më bon të moralshëm dhe të moralshme, që me pas dobi nga në muslimat. Kur na shove dikush, thotë halal ju koft. Ajo kur na shove dikush, thotë haram ju koft edhe qumshti edhe paret edhe krejt. Ja ne shohim shkollave mesme. Fapsin viçat, edhe karenin, edhe halin, edhe pinë, edhe shahën, edhe llambën. Edhe zonë udhën. Unë kam drejtë, talebe jam, ti s'në më shkel, po s'jam të shkel, ama edhe udha bezinjen me ren. Edhe rruga, ama ka vijat bardha, po pse ka vijat bardha, të nuk janë disa hatë me nejti ati. Jo, mere luj ping-pong ati, dhe tenis, se vijat bardha. Do me thonë, ka regullo tash edhe në zonësit, nuk banë mi të pru të drejtat që ja u ka dhonë ligji.